Pa marrë parasysh se me çfarë industrie punohet në marketing, marketingu vjen në një faktor tepër të rëndësishëm i cili është njohja jashtëzakonisht shumë e mirë e audiencës tek e cila je duke u drejtu. Në anës centre, normalisht që i përdorim të gjitha instrumentet e marketingut për me arrit qëllimet tona edhe për me gjetë klientin ton ideal i cili ka nevojë për shërbimet tona edhe të cilit na ja zgjedhim një problem me shërbimet apo produktet tona. Për me bo këto, na vendimet i marrim, e kemi parim për me i marrë vendimet në bazë të dhanave. Normalisht marketingu funksionon me dhana edhe kush ma mirë se dhana tona na tregojnë nëse jemi të ja qëllu me marketing apo jemi të bo diçka gabim. Dhana nuk rrajnë asnjëherë. Jashtëzakonisht shumë e vërtetë.